Përshëndetje, në këtë video do të mësojmë se si me prej një formë duke përdorur një formë tjetër. Për këtë ushtrim të zgjedhni rrethin, me klikoj me shift do të thonë mirë proporcionale. Pastaj për me bë kopje këtë rreth, CTRL ALT dhe vetëm e ngrej kënena, do të thonë drag and drop. Edhe këtë rrethin këtu, ku shkoj këtu në alt për ndroj ngjyrën, për bëj një ngjyrë tjetër modello. Okej. Tani pi selektoj të dy rreth, edhe unë shfaq qëtu Pathfinder e kam. Ju mundi me shfaq të Windows edhe keni Pathfinder apo Shift CTRL F9. Edhe ku të selektoj këtu dyja, nëse e klikoj këta, kjo forma që është në alt e pren këtë formën poshtë. Me thonë, në këtë rast e kaltë ta pren të kuqen, ndërsa nëse me CTRL Shift për selektoj një rrethin e kuq, CTRL Shift edhe klapën e djathtë, kjo del në alt. Tash këtë rast e kuqja pren kaltën. Do të thonë, llajeri që është në alt apo forma që është në alt e pren atë formën që është poshtë. Okej, pe kthejmë mbrapa CTRL Shift, do të thonë klap, kjo poshtë. Të selektoj këto dyja, edhe nëse klikoj këtë këtu, shikoni kjo e pren këtë. Pe kthej CTRL Z mbrapa. Do të thonë, kjo është për me prej. Opsioni i dytë është nëse klikoj këtë, kjo i ngjit, i bën bashkë merge. Shikoni, i bën të dyja. Qysh e ka ngjyrën kjo në alt e bën edhe kjo poshtë, edhe bëhet vetëm një formë. Po kthejmë mbrapa CTRL Z. Ndërsa kjo është, shikoni, ta klikoj, kjo e pren këto shakant përbashkëta, sikur në matematikë për shembull që kena pas elementet e bashkësisë A, elementet e bashkësisë B, edhe shakant këto të përbashkëta e kanë çet hapësirë çto. Kështu që kur i selektoj këto dyja, atëherë e bëj merge. Okej. Edhe kjo treta kë i bën të kundërtën. Do të thonë kjo i bën bashk këto që nuk kanë diçka të përbashkët. Nëse klikoj me këtë, shikoni, do të thonë kjo shakje e përbashkët nuk do të thonë prejet edhe këto tjera bëhen bashk.